Ndodhi sot në kuvend është dëshmi që politika në Kosovë ma shumë blokon rrugë se sa që i hap ato. Blokada në Kosovë është normalja e re. Blokada në mungesë vullnetit politik për zgjidhje është standardi që e ka vendosur politika në Kosovë, që kur është hequr mbikëqyrja ndërkombëtare e pavarësisë Kosovës. Edhe në këtë rast mund të merremi me ato që ndodhi sot nga dy kandvështrime. Protagonizmi i disa deputetëve dhe politikanëve, apo nga dëmi që ndodh për te tyre. Kuptohet, nëse merremi me kandvështrimin e parë, do duhej të konstatonim për shembull që njeriu që sot e shkaktoi bllokadën është viktima më e madhe. Avni Dehari, pas 3 javësh i mush 78 vjet. Edhe siç është e qartë, ai seancën e udhëheq për shkak të këtij fakti, për shkak të certifikatjes lindjes, për shkak se partit tjera nuk e kanë gjetur një 79 vjeçar për t'ia bu votat për deputet. A është vetëvendosja partia e parë dhe vetme që e bllokon një plak në një pozicion, edhe nëpërmjet atij plaku e bllokon seancën? Jo. Taktikë të ngjashme është përdorur edhe kur Flora Brovina ka qenë deputetja më e vjetër si përfaqësuese atë botë e Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe ajo ishte shndruar në pikado kush i gjeta kena gjujt i madh e i vogël, kurse partia ka shtyja agjend të vetën. Për këtë arsye them që Avni Dehari është mosdivç, po nuk është akter. Presidentja e shtetit, kjo është aktere në kohë krizash, edhe punën e vetë ka kry. E ka caktuar datën e seancës konstituive, i është përgjigj një letre të Avni Deharit, duke udhëzuar që të vazhdoj seancën 48 orë pas ndërprerjes së saj, dhe duke udhëzuar që të gjejnë zgjidhje. Në kushte tjera, akter do duhet të ishin edhe Fatmir Limaj, edhe Adem Hoxha, edhe pse s'kom besu që kam i përmend këta dy në të njëjtën fjali. Që çdo që është, akter do duhet ishin ata 4 listë të serbe që u dha të martën që e votojnë qeverinë e re, etj. Ama atyre nuk u ka ardhur radha që dalin në skenë për shkak të bllokadës. Vazhdimi i seancës u barapo për të shtunën. A është shtunën afati për zhbllokim? Jo. Në fakt, nëse asnjëra palë nuk i ka votat, ose nuk e ka vullnetin, se votat edhe mund t'jenë, seanca mund mos vazhdoj edhe kur nuk ka afat, kur duhet vazhdoj apo të veprohet ndryshe. E tash, nëse merremi me atë se çka shkakton bllokada, lista është e gjatë, veç varet nga dumtja nisim. Shtrejtimin e rrymës, për shembull, s'ka kush e trajton, sepse bordhin e ZRE-s e emëron edhe është kërkon kuvendi, e aktualisht kuvend nuk ka. Gjykata kushtetuese, ku mund të trajtohet kjo bllokadë, nuk është në përbërje të plotë, është minus 2 gjyqtar, për shkak se anëtarët e saj votohen në kuvend, e kuvend aktualisht nuk ka. Komisioni i pavarur i mediave nuk ka kvorum për vendime, e as kryesues me kompetencat plota, sepse anëtarët e KPM-s votohen në kuvend, e kuvend aktualisht nuk ka, që kuvend nuk ka. Nuk ka as kryeprokuror, as nuk ka shans me pas, nëse është për t'ju besuar qëndrimeve politike që i ka dhënë Albin Kurti, pikërisht në kuvend. Nëse nuk ka kuvend, s'ka as qeveri me mandat, do të qeverizmi nga një qeveri ndërheqje, sa do paradoksale që t'ingllon që kjo punë. Kjo i bie që s'ka shans, as të rishikohet buxheti, as të miratohen marrëveshjen ndërkombëtare, as miratohen ligje të reja, as pedini ku përfundon ky sen. Thjesht, bëhuni gati, bllokada, zonja e zotëri, është normalja e re. Mysafir sonte, Hasan Shala, Lavdim Hamidi.